Pavarësisht sfidave që sjell bujqësia, fermerët e Maliqit vijojnë të punojnë tokën dhe të investojnë për të siguruar prodhimin. Në një sipërfaqe prej 10 dynëmësh, një fermer ka mbjellë jonç, fasule, misër dhe grur, kultura që përbëjnë bazën e aktivitetit të tij bujqësor. Sipas tij, reshjet dhe lagështia e lartë gjatë këtij sezoni kanë dëmtuar një pjesë të prodhimit, veçanërisht grurin, duke ndikuar në rendimentin e pritur. Megjithatë, kulturat e tjera paraqiten në gjendje më të mirë dhe pritet të japin prodhim të kënaqshëm. Me grurin e shumë keqe, nuk me fjalë më shumë se 3 kuintal për të lym nuk ishte. Nuk ka çmim. Si gruri edhe elbi 270-260 lekë. Është gjuna. Me fjalë nuk ka reverdi. Fillo që në plogime këto jo kombajnë ashtu. Kulturat e tjera si paraqiten? Ka patur prekje nga smundjet apo janë të pastra? Misrat nuk janë keq, janë më çik më mirë. Një tjetër sfidë mbetet vaditja e tokës. Për të siguruar ujin e nevojshëm për kulturat, fermeri përdor pompë, gjë që rrit kostot e prodhimit për shkak të shpenzimeve për energjinë dhe mirëmbajtjen e pajisjeve. Vaditje tokat që janë afër kanaleve të mëdhenj, ka ujë. Kurse ato që janë larg, janë me puzë me gjëra kështu. Janë me kështu impiant. Edhe pse përballen me vështirësi të lidhura me kushtet atmosferike dhe kostot e larta të punimeve bujqësore, fermerët e zonës tonë se do të vijojnë të punojnë tokën, duke shpresuar për një sezon sa më të mbar dhe një treg që të vlerësojë mundin e tyre.